Çështja e mbrojtjes që analizohet sot në këtë plenium të Komitetit Qendror përbën një nga problemet më themelore me karakter thellë ideologjik, politik e organizativ për gjithë partinë. Patjetër, një shtytje dhe hovë përpara do të jepet punës në këtë drejtim, duke ngritur sa më parë mbrojtjen në stadin që dikton vetë zhvillimi i ngjarjeve në botë dhe interesat e larta të popullit atleut të socializmit. Sikundër trajtohet dhe në raport të Biros Politike me të cilën jam plotësisht dakord, tezat e Këshillit Mbrojtjes mbi artin ushtarak popullor shtrojnë paranesh detyra të mëdha, për realizimin e cilave veç forcimit të punës ideopolitike ushtarake, që duhet bërë për njohjen dhe kuptimin e tyre të thellë, është e nevojshme të revolucionarizojmë e perfeksionojmë pa ndërprerje metodën e drejtimit e të komandimit në varësi me kushtet e detyrat që dikton armatosja e gjithë popullit, ku çdo qytetar i madh e i vogël është inkuadruar në formacionet ushtarake të destinuara për mbrojtje. Raporti vë shumë drejt në evidencë nevojën të një serioziteti dhe të një organizimi të lartë në stërvitje, si një domosdoshmëri absolute e përgatitjes ushtarake të vendit. S'ka asnjë diskutim se ushtria jonë popullore është e aftë të kryejë plotësisht detyrat për mbrojtjen e lirisë dhe pavarësisë së vendit. Dhe këtu ka rolin e saj përgatitja e gjithanshme e popullit ushtar, e arritur kjo nëpërmjet një stërvitje intensive e komplekse në bazë të vijës së partisë të tezave të Këshillit Mbrojtjes. Pa më të voglin hezitim, ne kemi bindjen se do të përballojmë me çdo kusht vështirësitë që mund të sjellë lufta dhe çdo goditje nga do që të vijë. Por partia e Shoku Enver kërkojnë që këtë detyrë ta plotësojmë me sa më tepër efektivitet kundër armiqve e me sa më pak dëme për vete. Këtu qëndron edhe esenca e detyrës që na vihet për të përgatitur vazhdimisht e me nivel sa më të lartë që stërvitja e çdo lloji të ketë seriozitetin e luftës, që kryerja e detyrave sot në çdo post luftarak të konsiderohet jo stërvitore, por qenie në gatishmëri për luftë. Të gjitha këto rrjedhin nga konsideracionet marksiste-leniniste që ka partia jonë dhe Këshilli i Mbrojtjes me Shokun Enver në krye mbi rrezikun permanent të agresionit armik dhe befasin si element që veprojnë në kushtet e teknikës ushtarake në përdorim dhe në praktikën e sotme. Duke marrë parasysh gjendjen ndërkombëtare, si dhe përpjekjet subversive të çdo lloji që bëhen ndaj nesh, duke filluar që nga propaganda, vrerë vjellse e deri tek spionazhi i çdo forme, ne thellojmë edhe më shumë bindjen tonë mbi qartësinë me cilën partia e Shoku Enver kanë gjykuar e gjykojnë mbi çështjet e përgatitjes së gjithë vendit për mbrojtje si një domosdoshmëri objektive. Dhe në fakt, në varësi me planet e qëllimet grabiqare të Shteteve të Bashkuara të Bashkimit Sovjetik për ndarjen dhe sundimin e botës, në forcat e paktit NATO e Traktatit Varshavës vret kohët e fundit një intensifikim gjithnjë më i madh i përgatitjeve luftarake në rajonin e Evropës dhe kryesisht rreth vendit tonë. Është interesant se këta armiq të betuar mundohen t'i kamuflojnë qëllimit e këtyre përgatitjeve me gjoja karakterin e natyrshëm të stërvitjeve ushtarake, apo se ata janë të detyruar t'i bëjnë këto stërvitje nga kokforcia e palëve kundërshtare NATO për Traktatin e Varshavës dhe Anasjeltas, e më në fund si diçka që s'kan të bëjnë me vendin tonë, sepse Traktati i Varshavës na konsidero ka vend socialist, kurse NATO-ja si shtet pa angazhuar në blloqe. Të tëra këto demagogji i shërbejnë vetëm nevojës që ata kanë për të na zënë sa më në befasi dhe për të bërë kështu hysmet parashikimeve të tyre mbi frutet e luftës rrufe. Në varësi me këtë, partia e Shoku Enver na kanë mësuar e na mësojnë që të jemi gjithnjë në nivelin më të lartë të vigjilencës politike. Këtë rrjedh edhe kuptimin e përgjithësi drejt që ka populli ynë mbi qëllimet agresive të këtyre armiqve. Dhe kjo është fitoria më e madhe që kemi arritur në formimin e ndërgjegjes politike të kuadrove dhe masave punojse. Por, ndërsa mbi këtë çështje nuk ka iluzione dhe predispozicioni për të luftuar kundër kujdo që do të na cenoj është i fortë, duhet thënë se vlerësimi i rrethanave të një lufte të befasishme në bazë të konceptit të luftës rrufe dhe përdorimit të gjitha llojeve të armëve nuk ka një kuptim plotësisht të drejtë. Pikërisht këtu, më duket mua, duhet të gjejmë edhe shkakun e disa shfaqjeve negative që pengojnë marrjen e masave sa më efektive në përgatitjen e gjithanshme të popullit për luftë, si në fushën e organizimit të stërvitjeve, në groposjet, në tunelizimet dhe masat mbrojtëse për njerëzit, objektet, pasurinë e të tjera nga armët e dëmtimit në masë. Dhe ndoshta nuk egzagjeroj, po të them se dhe vetë ne, kuadrot drejtuese, duhet ta kuptojmë më mirë Këshillin e Mbrojtjes dhe tezat e tij, porositë e partisë për këtë çështje. S'ka si të shpjegohet ndryshe fakti që ne, ministrat dhe drejtuesit e tjerë në dikastere,
sekretarët e parë dhe shtabet në rrethe bëjnë në këtë drejtim një punë me hope, me të kujtuar ose me nxitje, pa i dhënë gjithnjë punës në këtë drejtim kohën e nevojshme për studime përgatitje vetjake, për udhëheqje më efektivisht të mbartësve, për kontroll të zbatimit të planeve dhe detyrave, duke siguruar gjithnjë tensionin që kërkon vetë problemi. Me këtë, unë s'dua të them se ne nuk punojmë dhe nuk vlerësojmë ngjarjet, por desha të theksoj se nëse nuk tregohemi në lartësinë e duhur, ne dëmtojmë seriozisht punën, sepse lejojmë të krijohen sado pak iluzione politike me gatishmërinë absolute që kërkohet për t'i bërë ballë çdo të papritur. Ka shumë për të bërë këtu, por mendoj se analizimi i ngjarjeve ndërkombëtare, shikimi me vigjilencë i masave që merren nga armiku përreth nesh dhe në varësi me to, ndërtimi i kontrollit të gatishmërisë të masave të tjera me më tepër iniciativë nga çdo hall drejtimi është një nga detyrat kryesore. Kam gjithashtu mendimin se për të përballuar me sukses çdo goditje të befasishme, ne duhet të sigurojmë patjetër drejtim të pandërprerë në çështjet e mbrojtjes nga çdo hallk dhe kyç drejtimi si në qendër ashtu dhe në rreth. Lidhur me këtë, më duket mua del nevoja që çdo dikaster, komitet partie dhe komitet ekzekutiv jo vetëm të ketë të përpunuar e sistemuar planin e masave dhe detyrave të saktuara për rastet e agresionit befasishëm, por ai plan t'u jepet në dikastere veç ministrit edhe zëvendësministrave, ndërsa në rrethe edhe kuadrove të shtabit të mbrojtjes që zëvendësojnë sekretarin e parë si kryetari shtabit, duke pasur planin kështu disa kuadro dhe duke e përvetësuar atë më mirë, krijohen mundësi drejtimi edhe në mungesë të përgjegjësave kryesore. Një punë përgatitore praktikisht, përkatësisht, duhet bërë mendoj unë me kuadrot që emërohen rishtas në postin e sekretarit parë dhe të kryetarit të komitetit ekzekutiv, me qëllim që ata të aftësohen për zbatimin e detyrave të caktuara për kohë lufte. Një mungesë e tillë, jo vetëm se nuk pajtohet me kërkesat e befasisë, por ajo dëmton edhe në drejtimin normal të problemeve të mbrojtjes. Tek ne ka një kuptim e zbatim të drejtë parimi marksist-leninist për sigurimin e lirisë e pavarësisë bazuar kryesisht në forcat e veta. Dhe tezat e Këshillit Mbrojtjes në zbërthim të këtij parimi kyç për ndërtimin e mbrojtjes së vendit janë një fitore jashtëzakonisht e madhe ideologjike, ushtarake dhe organizative. Ato krijojnë optimizmin e besimin revolucionar në luftën për të mundur armiqt, ngrënë mbrojtjen si problem të gjithëve dhe futin elemente e saj në gjithë sistemin ton të jetës dhe drejtimit. Tezat e Këshillit Mbrojtjes kanë vënë në një raport më të drejtë kuptimin midis solidaritetit të jashtëm si faktor të dorës dytë, pra ndihmues. Në këtë çështje, sukseset janë arritur edhe në luftë me koncepte e pikpamje politike e ushtarake të krijuara padrejtësisht e në kundërshtim me parimet e marksizëm-leninizmit dhe me realitetin historik aktual si të vendit ton ashtu dhe të ngjarjeve në botë. Lufta nacionale shqiptare, ndërtimi dhe ruajtja e socializmit, duke qenë gjithnjë në rrethim të plot, si dhe zhvillimi i luftës në Vietnam dhe në të kundërtën dorëzimi pa luftit të Çekosllovakisë e të tjera, dëshmojnë për rolin deciziv të mbrojtjes të bazuar në forcat e veta, që duhet mbajtur gjithnjë parasysh, si për të rrënjosur më thellë bindjen për këtë çështje, ashtu dhe për konkretizimin e saj në kompleksin e masave që po marrim e do të marrim në këtë fushë. Është interesant se këta armiq të betuar mundohen t'i kamuflojnë qëllimit e këtyre përgatitjeve me gjoja karakterin e natyrshëm të stërvitjeve ushtarake, apo se ata janë të detyruar t'i bëjnë këto stërvitje nga kokforcia e palëve kundërshtare NATO për traktatin e Varshavës dhe Anasjeltas, e më në fund si diçka që s'kan të bëjnë me vendin ton, sepse traktati i Varshavës na konsidero ka vend socialist, kurse NATO-ja si shtet pa angazhuar në blloqe. Të tëra këto demagogji i shërbejnë vetëm nevojës që ata kanë për të na zënë sa më në befasi dhe për t'u bërë kështu hysmet parashikimeve të tyre mbi frutet e luftës rrufe. Në varësi me këtë, partia e Shukën Verdh na kanë mësuar e na mësojnë që të jemi gjithnjë në nivelin më të lartë të vigjilencës politike. Këtë rrjedh edhe kuptimin e përgjegjësi drejt që ka populli ynë mbi qëllimet agresive të këtyre armiqve. Dhe kjo është fitoria më e madhe që kemi arritur në formimin e ndërgjegjes politike të kuadrove dhe masave punojëse. Por, ndërsa mbi këtë çështje nuk ka iluzione dhe predispozicioni për të luftuar kundër kujdo që do të na cenojë është i fortë, duhet thënë se vlerësimi i rrethanave të një lufte të befasishme në bazë të konceptit të luftës rrufe dhe përdorimit të gjitha llojeve të armëve nuk ka një kuptim plotësisht të drejtë. Pikërisht këtu më duket mua duhet të gjejmë edhe shkakun e disa shfaqjeve negative që pengojnë marrjen e masave sa më efektive në përgatitjen e gjithanshme të popullit për luftë,
si në fushën e organizimit të stërvitjeve, në groposjet, në tunelizimet dhe masat mbrojtëse për njerëzit, objektet, pasurinë e të tjera nga armët e dëmtimit në masë. Dhe ndoshta nuk egzagjeroj, po të them se dhe vetë ne, kuadrot drejtuese, duhet ta kuptojmë më mirë Këshillin e Mbrojtjes dhe tezat e tij, porositë e partisë për këtë çështje. S'ka si të shpjegohet ndryshe fakti që ne, ministrat dhe drejtuesit e tjerë në dikastere, sekretarët e parë dhe shtabet në rrethe, bëjnë në këtë drejtim një punë me hope, me të kujtuar ose me nxitje, pa i dhënë gjithnjë punës në këtë drejtim kohën e nevojshme për studime përgatitje vetjake, për udhëheqje më efektivisht të mbartësve, për kontroll të zbatimit të planeve dhe detyrave, duke siguruar gjithnjë tensionin që kërkon vetë problemi. Me këtë, unë s'dua të them se ne nuk punojmë dhe nuk vlerësojmë ngjarjet, por desha të theksoj se nëse nuk tregohemi në lartësinë e duhur, ne dëmtojmë seriozisht punën, sepse lejojmë të krijohen sadopak iluzione politike me gatishmërinë absolute që kërkohet për t'i bërë ballë çdo të papritur. Ka shumë për të bërë këtu, por mendoj se analizimi i ngjarjeve ndërkombëtare, shikimi me vigjilencë i masave që merren nga armiku përreth nesh dhe në varësi me to, ndërtimi i kontrollit të gatishmërisë të masave të tjera me më tepër iniciativë nga çdo hallë drejtimi, këtij problemi partia e Shoku Enver i kanë dhënë kurdoherë rëndësinë e duhur. Prandaj ai është trajtuar vazhdimisht si një nga detyrat kryesore të luftës për sigurimin e pavarësisë së statut tonë socialist dhe rritjen e fuqisë mbrojtëse të tij. Por me gjithë rezultatet e arritura, në këtë drejtim kanë influencuar negativisht edhe mjaft koncepte, të cilat kanë shpurur në uljen e vigjilencës së kujdesit dhe në një farë liberalizmi në respektimi rigoros të rregullave të vendosura për ruajtjen e sekretit shtetëror në përgjithësi dhe atij të mbrojtjes në veçantë. Nisur nga kjo gjendje dhe duke vlerësuar rëndësinë e madhe që ka ky problem në konditat aktuale të vendit tonë, kur zbulimet kapitaliste e revizioniste kanë krijuar e fuqizuar me 10 qendra vrojtimi e spionazhi, me kuadro të shumta të përgatitura dhe kanë vënë në përdorim në shkallë të gjerë teknikën e zbulimit për vjedhjen dhe grumbullimin e të dhënave sekrete me karakter politik, ushtarak, ekonomik e gjithçka ka të bëjë me mbrojtjen e vendit tonë. Byroja politike ju kthye edhe një herë këtij problemi duke nxjerrë konkluzione përkatëse. Megjithëse tani ka një preokupim më të madh, duhet thënë se nga ana e komiteteve të partisë dhe organizatat shtetërore në qendrën e rreth po ecet shumë avash në këtë drejtim, si në fushën e edukimit për të rritur vigjilencën revolucionare e gatishmërinë luftarake, ashtu dhe në fushën e përmirësimit metodës drejtimit për të zbatuar e vënë jetë detyrat që rrjedhin nga konkluzionet e byros politike për këtë problem. Është e tepër të thuhet se të bësh gjithë këtë punë për forcimin e mbrojtjes sonë dhe të mos ruash sekretet që lidhen me të, kjo është, si të thuash, një anakronizëm, një luhatje në kuptimin politik të problemit. Në kushtet e shtrirjes së mbrojtjes, si për sa i përket pjesëmarrjes direkte të masave punonjëse në stërvitje, në punime mbrojtëse të çdo lloji, ashtu dhe për kur në potencialin tonë të mbrojtjes përfshihet çdo mundësi ekonomike, organizative që ka vendi, bëhet më evident se kur mësimi i partisë së Shokut Enver që në ruajtjen e sekretit të respektohet rigorozisht parimi se cili të di vetëm atë që i përket. Në kushtet e sukseseve të mëdha dhe të gjithanshme që ka arritur e do të arrijë vendi ynë në udhëheqjen e partisë me Shokun Enver në krye, suksese këto që bien me vete një propagandim të zhdërvjellt të sistemit socialist dhe vijës të partisë tonë, si nëpërmjet propagandës me anë shtypit të radios, përgjithësimeve shkencore, ekspozitave, panaireve e tjera, ashtu dhe nëpërmjet marrëdhënieve me të huajt në çdo fushë që realizohen, duhet të prihemi nga parimi dhe porosia e Shokut Enver që asgjë të gatshme të mos i jap armikut. Sikudo, edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe organet e repartit e saj varëse është bërë një punë e madhe për përgatitjen luftarake. Pikësynimi i kësaj pune ka qenë dhe mbetet konkretizimi sa më mirë në jetë i vijës së partisë mbi mbrojtjen dhe aplikimi në kompleksin e shërbimeve të Ministrisë Punëve të Brendshme i tezave të Këshillit Mbrojtjes mbi artin ushtarak popullor. Rrjedhimisht në këtë sektor prim tani direktiva e posaçme e detyrave funksionale për situatë të jashtëzakonshme, e shoqëruar me strukturë më të zhdërvjellt të kohës luftës, e cila është më mirë e harmonizuar me atë të paqes. Është kompletuar kjo strukturë me resurset përkatëse njerëzore e materiale. Janë përpunuar një sër planesh e dokumentash e normash më të detajuara për çdo sektor. Janë bërë një sër punimesh mbrojtëse sipas sistemit të mbrojtjes së brenda ndërtuar dhe tunelizuar, i është kushtuar rëndësi veçantë sigurimit ndërlidhjes, sidomos në shkallët rreth qendrave të tjera. Nga përvoja e grumbulluar, është zgjeruar horizonti i kuadrove për kuptimin dhe zgjidhjen më tejshme të detyrave të dhëna që shtrohen dhe na lejohet të themi me këtë rast
se këto organe e reparte janë në gjendje të kryejnë detyrat e kohës luftës edhe sipas variantit më të vështirë të një agresioni të mundshëm. Është fakt që në punën tonë në këtë drejtim ekzistojnë shumë të meta, të cilat kanë të bëjnë sa me metodën akoma të papërshtatshme që përdoret për zgjidhjen e tyre, aq edhe me shkallën e njohjes në thellësi të vetë problemit, siç e shtron Partia dhe Këshilli i Mbrojtjes. Raporti i Byros Politike dhe vetë vendimet e porositë e këtij plenumi do të japin punën sikudo edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme një shtytje përpara. Unë shpreh bindjen se efektivi i organeve reparteve të Ministrisë Punëve të Brendshme në udhëheqjen e partisë së Shukët Elver do t'i vërë në jetë sa më drejt e më shpejt këto vendime. Duke qenë i ndërgjegjshëm për shumë detyra të mëdha që u dalin organeve të punëve të brendshme për rritjen e vigjilencës së gatishmërisë së pandërprerë, unë desha të nënvizoj një 3 çështje, ndaj të cilave duhet bërë një punë më serioze e më këmbgulse si në qendër edhe në rreth. Në punën për kompaktësimin e strukturës kohës luftës, veç problemeve që duhem të gjejnë zgjidhje brenda sistemit të Ministrisë Punëve të Brendshme, dalin edhe një sër problemesh të tjera që lidhen me drejtimin e shtabeve në rreth. Deri tani nuk po gjem zgjidhje të plotë në planet e shtabeve të rretheve, koordinimi midis sektorëve të ndryshëm për një sër çështjesh e veprimesh praktike. Nga kjo ndodh që shumë detyra që nuk u takojnë u ngarkohen në reparteve ushtarake ose organeve të punëve të brendshme. Unë mendoj që ka vend për një punë më të studiuar, jo vetëm për planifikimin, por dhe për të ndjekur praktikën në fakt që ushtrojnë shtabet e rretheve, gjë kjo që duhet bërë sa më parë. Është një çështje me rëndësi që kuptimi dhe zbatimi i drejtë i strukturës, planizimi i detyrave dhe gjithë masat e tjera të kohës luftës të jenë sa më të parafërta me ato të kohës paqes. Kështu do të ketë më pak konfuzione javashllëk në kalimin nga puna normale e paqes në atë të luftës. Veç kësaj, zgjidhja drejtë e kësaj çështje krijon mundësi për të përballuar më mirë edhe të papriturat që ndodhin në kushtet paqësore. Situatat e krijuara nga tërmetet dhe këtë vit nga përmbytjet në disa zona tregojnë se kjo punë nuk shkon mirë, qoftë si planifikim e organizim, qoftë si përgatitje e gatishmëri, gjë që s'duhet lejuar më tej. Dhe kam mendimin se kjo duhet arritur me një përgatitje më intensive të kujdesshme që duhet bërë në shumë mënyra dhe sidomos me anë stërvitjesh të dy llojshme, të pjesshme, do me thënë për çdo sektor e shërbim veças ose disa sektorë së bashku dhe më rrallë komplekse, do me thënë për gjithë sektorët dhe gjithë kjo të bëhet si në rreth ashtu edhe në qendër. Dihet se sigurimi i informacionit të plot e në kohë është një element i domosdoshëm për të udhëhequr e drejtuar në çdo rast, por sidomos në dinamikën e luftës. Megjithë marrjen deri tani të një sër masash, praktika e stërvitjes komplekse në shkallë kombëtare, si dhe ato të bëra më vonë në zona e rrethet të caktuara, kanë vërtetuar se perfeksionimi i informacionit shkon avash si në drejtim të evitimit paralelizmit, ashtu dhe në drejtim të përpunimit të stilit më konciz, saktësisë, shkurtimit të kohës transmetimit e tjera. Për zgjidhjen e drejtë e të shpejtë të këtyre çështjeve duhet punojnë më mirë vetë shtabet e rretheve dhe dikasteret sipas linjeve të tyre, por një punë më e mirë mendoj unë kërkuese e përgjithësuese duhet bërë veçanërisht nga vetë aparati i Këshillit Ministrave. Unë premtoj se do të vë të gjitha forcat për të punuar më mirë në ta.